Të nderuar shikuesi, përshëndes, do t'jemi së bashku në minutat e editarit informativ, ku ndër të tjera do të ndiqni. Ndërsa restaurimi i çatisë së kishës së Leklit po shkon drejt përfundimit, një tjetër kantier restaurimi ka nisur në qarkun e Gjirokastrës. Bëhet fjalë për të qenë Koshtanit në Memaliaj, ku Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore në Gjirokastër ka filluar punimet restauruese. Projekti synon ruajtjen dhe mbrojtjen e kësaj vlere të rëndësishme të trashëgimisë kulturore dhe historike të zonës. Turizmi, shërbimet dhe sektorë të tjerë të ekonomisë kanë krijuar mundësi të reja punësimi në qarkun e Gjirokastrës. Sipas të dhënave të Agjencisë Rajonale të Punësimit, rreth 200 persona janë ndërmjetësuar për të punësuar në biznese dhe institucione të ndryshme, ndërsa interesi për punë vijon të mbetet i lartë. Të moshuarit në Delvin po marrin më shumë mbështetje përmes shërbimeve sociale të ofruara nga bashkia. Aktualisht 24 të moshuar frekuentojnë qendrën ditore, ku gjejnë kujdes, shoqëri dhe mbështetje në jetën e përditshme. Ndërkohë po punohet edhe për ngritjen e një shërbimi kujdesi në familje, me synim që asnjë i moshuar të mos ndihet i vetmuar apo i pambështetur. Departamenti i Gjuhës, Letërsisë dhe Qytetërimit grek në Universitetin e Gjirokastrës vazhdon të promovojë figura nga minoriteti grek që i kanë dhënë letërsisë dhe artit. Së fundi nga pedagog të tij u analizua vepra e shkrimtarit me profesion mjek Thoma Steriopoulo. Ju njohim tani më gjerësisht. Kur në ndajnë vetëm 3 ditë nga starti i festivalit të pranverës në radio-televizionin shqiptar, përgatitjet po ecin me ritme të shpejta. Në skenën e teatrit, operas dhe baletit, skenografia po merr jetë nëpërmjet skenografit Albi Çifliku. Skenografia në koncept do t'i përshtatet rikthimit të festivalit të pranverës në RTS. Në teatrin e operas dhe baletit, gjithçka po ecën me ritëm të shpejtë, ndërsa na ndajnë edhe pak ditë nga festivali i pranverës në radio-televizionin shqiptar. Skenografia po merr jetë nëpërmjet skenografit Albi Çifliku, i cili po kujdeset në detaje për çdo element vizual që performancat e artistëve gjatë 2 netëve të festivalit të jenë të kuruara. Falenderoj para punës në radio-televizionin shqiptar që më dha mundësinë për të bërë festivalin e pranverës. Është një punë intensive, një punë shumë e madhe. Përgjegjësia është jashtëzakonisht e madhe sepse edhe pritshmëritë janë shumë të mëdha mbas një pushimi kaq të gjatë. Dhe më lejoni të them që dhe mosha ime ka pak nostalgji, kështu që emocionet janë pak më të mëdha dhe të shtuara. Skenografia do t'i përshtatet gjithashtu rikthimit të festivalit të pranverës në radio-televizionin shqiptar pas 23 vitesh, dhe një vend i veçantë në këtë skenografi do t'i jepet Orkestrës Simfonike të radio-televizionit shqiptar. Kemi ruajtur vetëm linjat, por çdo linjë që ka qenë atëherë në festivalin e pranverës ne jemi përpjekur për ta digitalizuar, pra për ta futur në kohë moderne, për ta sjellur në 2026 dhe për t'i dhënë një spunto edhe brezave që do pasojnë pas dhe festivaleve të tjera që të vazhdojnë duke ruajtur traditën dhe duke i bërë gjërat sa më digjitale, duke pas vizuale pafund. Mbizotron fuqizimi i orkestrës e cila do jetë zemra e skenografisë. Pra çdo gjë tjetër do jetë vizualisht për të mbështetur orkestrën e mrekullueshme dhe bendin absolutisht, po pra muzika të dalin në pa dhe ky ka qenë qëllimi jon që në fillim. Festivali i pranverës në radio-televizionin shqiptar do të mbahet nga data 6 deri në datën 7 qershor dhe do të transmetohet drejt për drejt në RTS1, RTS Muzik dhe Radio Tirana 1. Ky festival është një rikthim në vlerat e radio-televizionit shqiptar, i cili do të zgjojë edhe një herë pikërisht atë kënaqësi dhe atë afrimitet mes publikut dhe medias publike, që ka qenë dhe që duhet patjetër të rikthehet e të rizgjohet. Ndërsa restaurimi i çatisë së kishës së Leklit po shkon drejt përfundimit, një tjetër kantier restaurimi ka nisur në qarkun e Gjirokastrës. Bëhet fjalë për të qenë Koshtanit në Memaliaj, ku Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore ka filluar punimet restauruese. Projekti synon ruajtjen dhe mbrojtjen e kësaj vlere të rëndësishme të trashëgimisë kulturore dhe historike të zonës.
Ruajtja dhe restaurimi i trashëgimisë kulturore mbetet një nga prioritetet kryesore të institucioneve përgjegjëse në vend. Gjatë vitit 2026, Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore Gjirokastër, në bashkëpunim me Institucionin Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore dhe Ministrinë e Kulturës, Turizmit dhe Sportit, ka planifikuar një sër ndërhyrjesh në objektet e kultit dhe monumente të tjera me vlera të veçanta historike dhe kulturore. Disa prej projekteve kanë nisur tashmë, ndërsa të tjera priten të zbatohen në vijim. Kemi filluar ndërhyrjen në kishën e Profetit Elia në Lekër, monument kulturore kategori D, cili u dogj gjatë vitit 2025 dhe jemi në mes të ndërhyrjes. Besojmë se në brenda fundit të muajit qershor do përfundojë gjithë ndërhyrja në këtë objekt. Paralelisht, po përgatitet edhe fillimi i ndërhyrjes në manastirin e Mingulit, i cili përfshin projektin e restaurimit dhe konservimit të objektit në pikpamjen arkitektonike, në bashkëpunim me Cultural Heritage Youth Outboards, një OIF. Ndërkohë është duke vazhduar ndërhyrja në manastirin e Dhuganit, në konaket e këtij manastirit, ku bëhet konservimi i këtyre rënojave të konakve, në bashkëpunim prapë me Cultural Heritage Youth Outboards. Pra, kemi disa ndërhyrje në qarkun e Gjirokastrës. Gjithashtu doja të përmendja në veçanti fillimin e ndërhyrjes në Teqen e Koshtanit, monument kulturore kategori e parë, i cili ndodhet në bashkinë e Memaliajt dhe Instituti Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore këtu ka filluar një ndërhyrje ku përfshihet restaurimi total i gjithë këtij objekti, do të thënë një ndërhyrje më të mëdha të ministrisë në qarkun e Gjirokastrës. Ndërhyrjet do të përqendrohen në restaurim, konservimin dhe mirëmbajtjen e objekteve që paraqesin nevoja emergjente, por edhe në monumente që kërkojnë investime për të garantuar ruajtjen afatgjatë të vlerave të tyre. Dhe këto objekte bëhen në bazë të një analize e risku, pra objektet të cilat janë më të riskuara dhe me rëndësi më të madhe për shkak të vjetërsisë apo të historisë të tyre dhe në zbatim të planifikimit, Ministria ndërhyn duke i vendosur në objektet të cilat do investojnë. Gjithashtu kemi paralelisht dhe bashkëpunime me organizata të ndryshme, siç është Cultural Heritage Youth Outboards, që manastiret apo ju keni parë, besoj që manastiret e Luginës të Drinos janë në watchlist të World Monument Fund, pra janë të përfshira në një listë që investitorë të ndryshëm ose donatorë të ndryshëm mund të kryejnë disa investime. Dhe ne, si drejtori rajonal në bashkëpunim me institutin, kemi kryer disa projekte për ndërhyrjet e këtyre. Kryesisht në afreskët e tyre, pasi këto afreske janë prej vitesh dhe janë në gjendje dhe të degraduar, dhe ne kryejmë ndërhyrje pasishme ku do të përmendja restaurim total të manastirit të Spilas, pra në zonën e Lungjurisë, që përfshin dhe restaurimin arkitektonik apo edhe restaurimin e afreskeve të këtij objekti. Sipas të dhënave, puna në terren do të zhvillohet në përputhje me standardet e restaurimit, duke synuar ruajtjen e autenticitetit dhe identitetin historik të çdo monumenti. Këto ndërhyrje pritet në kontribojnë në mbrojtjen e pasurive kulturore dhe në përcjelljen e saj në brezat e ardhshëm. Turizmi, shërbimet dhe sektor të tjerë të ekonomisë kanë krijuar mundësi të reja punësimi në qarkun e Gjirokastrës. Sipas të dhënave të Agjencisë Rajonale të Punësimit, rreth 200 persona janë ndërmjetësuar për të punësuar në biznese dhe institucione të ndryshme, ndërsa interesi për punë vijon të mbetet i lartë. Rreth 200 persona janë ndërmjetësuar për punësim nga Agjencia Rajonale e Punësimit në qarkun e Gjirokastrës gjatë muajve të fundit. Punëkërkues të grupmoshave dhe profileve të ndryshme janë orientuar drejt vendeve të lira të punës në subjekte private dhe institucione të ndryshme, ndërsa zyra e punës vijon ndërmjetësimin mes punëdhënësve dhe qytetarëve që kërkojnë të integrohen në tregun e punës. Rreth 200 persona janë ndërmjetësuar deri më tani që po flasim, ndërkohë një pjesë e tyre, gati 250, kanë gjetur punë vetë, por që kanë qenë regjistruar në zyrat e punës. Për sa i përket pjesës së ndërmjetësimeve në zyrat e punës, kemi arritur një rezultat maksimal. Jo çdo vit ndodh që ne në muajt e para që nuk ka një sezon turistik aktiv, të kemi këtë rezultat, por për faktin sepse kemi patur të regjistruar në zyrat e punës shumë persona të cilët janë shkëputur nga ndërmarrjet fasoneri dhe pastaj janë ripunësuar në punë të tjera, të cilat kanë qenë vakante pra zyrave të punës. Dhe për kjo arsye është realizuar një ndërmjetësim i suksesshëm. Momentalisht kemi vende të lira të punës në sektorin e turizmit, filloi sezoni, kështu që normalisht ka një kërkesë shumë të lartë në atë sektor. Sipas të dhënave të Agjencisë Rajonale të Punësimit, kërkesa më e lartë për punësim gjatë kësaj periudhe është regjistruar në sektorin e turizmit, ku bizneset kanë nevojë për staf shtesë.
Jemi duke kontaktuar çdo ditë për të patur për të patur ata një staf shumë të mirë, por edhe normalisht duke rekrutuar dhe ne persona të aftë të cilët të zënë këto vende të lira të punës. Jemi këtu për t'i ofruar vende të lira të punës çdo punkërkuesi dhe çdo punëdhënësi një mundësi për të gjetur një punonjës të kualifikuar. Ky institucion ju bën thirrje punkërkuesve të regjistrohen pranë zyrave përkatëse për të përfituar nga mundësitë e punësimit dhe programet mbështetëse. Të moshuarit në Delvin po marrin më shumë mbështetje përmes shërbimeve sociale të ofruara nga bashkia. Aktualisht 24 të moshuar frekuentojnë qendrën ditore ku gjejnë kujdes, shoqëri dhe mbështetje në jetën e përditshme. Ndërkohë po punohet edhe për ngritjen e një shërbimi kujdesi në familje, me synim që asnjë i moshuar të mos ndihet i vetmuar apo i pambështetur. Mosha e tretë është në qendër të vëmendjes së Bashkisë së Delvinës, e cila ka ndërmarrë një sërnismash për të mbështetur të moshuarit. Një prej shërbimeve më të rëndësishme është qendra ditore, ku trajtojnë rreth 24 të moshuar. Në këtë qendër ata marrin ndihmë dhe mbështetje për nevojat e tyre të përditshme, duke gjetur një ambient social dhe kujdes të vazhdueshëm. Përveç këtij shërbimi, Bashkia e Delvinës synon të zgjerojë mbështetjen për moshën e tretë. Sipas përgjegjëses së Zyrës së Ndihmës Ekonomike Anela Janku, në planin social të miratuar është përcaktuar si prioritet ngritja e një shërbimi të posaçëm për të moshuarit në familje. Ky projekt synon të ofrojë ndihmë personave që për shkak të moshës apo kushteve shëndetësore e kanë të vështirë të kujdesen vetë për veten. Ne kemi dhe shërbime të tjera që ofron zyra e shërbimeve sociale, siç janë shërbimi që kemi qendër ditore për të moshuarit, ku aty trajtohen gati 24 të moshuar, të cilët kemi me fondin social nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, me 30% dani, sepse 70% i ka nga bashkia. Përveç se këtij shërbimi që neve ofrojmë, në planin social që ne kemi miratuar në Këshillin Bashkiak, prioritet kemi ngritjen e një shërbimi në familje, përsëri për moshat e treta. Këto shërbime konsiderohen mjaft të rëndësishme për mirëqenien e të moshuarve, veçanërisht për ata që jetojnë të vetmuar dhe kanë nevojë për mbështetje të vazhdueshme. Ata janë të moshuar të vetmuar që mund të shkojnë tek ajo qendër ku u serviret mëngjesi dhe dreka. Tani sa kemi mundësit, se bashkia dihet që është bashkia e vogël, sa kemi mundësit, kjo ishte një nga shërbimet që ne kishim prioritet. Tani temi edhe këtë shërbimi tjetër që ne kemi në planin social. Me aq sa kemi mundësi, kemi ardhur në ndihmë. Kemi ardhur dhe me paketa ushqimore dhe plus edhe kjo te qendra që ata shkojnë edhe. Përmes këtyre iniciativave, Bashkia e Delvinës synon të përmirësojë cilësinë e jetesës së moshës së tretë dhe të ofrojë atyre më shumë kujdes, siguri dhe përfshirje sociale në komunitet. Zbardhen detajet të reja nga atentati me lëndë plasëse i regjistruar më 5 shkurt të 2026-ës në zonën e Urës së Vrinës. Policia e Sarandës në bashkëpunim me prokurorin ka vënë pranga një 21 vjeçar të dyshuar si bashkëpunëtor në tentativë vrasjeje ndaj shtetasit MG, automjetit të cilit ju vendos eksploziv. Arrestimi u krye në kuadër të operacionit të koduar identifikimi pas hetimeve intensive për dokumentin e plot të ngjarjes. Gjatë kontrollit në banesën e të Riut, uniformat blu sekuestruan një armëzjari pistolet me municion luftarak e poseduar pa leje. Sipas policisë, 21 vjeçari dyshohet se ka bashkëpunuar me 2 persona të tjerë të shpallur më herët në kërkim si autor të dyshuar të atentatit. Ndërkohë, vijojnë operacionet për lokalizimin dhe arrestimin e tyre, ndërsa hetimet mbeten të hapura për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe motiveve të kësaj ngjarjeje të rëndë kriminale. Departamenti i Gjuhës, Letërsisë dhe Qytetërimit grek në Universitetin e Gjirokastrës vijon të promovojë figura të minoritetit grek që i kanë dhënë letërsisë dhe artit. Së fundi nga pedagog të tij u analizua vepra e shkrimtarit me profesion mjek Thoma Steriopoulo.
Vepra e shkrimtarit minoritar Thomas Seriopulo ishte në fokus të aktivitetit organizuar nga Departamenti i Gjuhës, Letërsisë dhe Qytetërimit grek në Universitetin e Qrem Çabej në fshatin Dervician të Dropullit. Autori i mbi 14 veprave letrare, kryesisht me tregime dhe ese, Seriopulo zgjedh të veçojë përkthimin e antologjisë me këngë popullore shqiptare në gjuhën greke, duke e vlerësuar si veprën e tij monumentale. Vepra ime kryesisht është për minoritetin grek, për traditat e tij, për njerëzit, për legjendat, për historinë, domethënë vepra ime kryesisht domethënë brenda është për minoritetin, por brenda kësaj vepre ka dhe një vepër të mrekullueshme për shqiptarët, për Shqipërinë. Unë duke shkelur në të dija kulturat, duke mbaruar gjimnazin e Korispolit, unë jam mjek me profesion. Vendosa në një moment saktuar, duke jetuar në Greqi, t'i bëj të njohur lexuesve grek thesarin e këngës popullore shqiptare. Dhe përktheva një libër, të cilën do ta shikosh ashtu brenda, përktheva një antologji me këngë popullore shqiptare. Nga një anë shqip, nga ana tjetër grekisht. Dhe në mes është autobiografia e popullit në vargjet Kadares. Kjo është një nga veprat e mia madhore që kam bërë. Lumturia në ditët tona është një gjë e rrallë. Unë sot jam nga njerëzit e lumtur, sepse si bleta, unë qenë vite, mund mblodha do më ndërtova një vepër. Një vepër, do më thënë, me tregime, me ese, me refime të tjera, me legjenda. Dhe kjo vepra ime, do më thënë, arriti të vlerësohet nga njerëzit. Ky organizim vjen në kuadër të iniciativës që ka ndërmarrë Departamenti i Gjuhës, Letërsisë dhe Qytetërimit grek për të promovuar shkrimtarë e artistë të minoritetit grek në Shqipëri. Departamenti i Gjuhës, Letërsisë dhe Qytetërimit grek në kuadër të aktiviteteve që u dedikohet shkrimtarëve me origjinë nga minoriteti etnik grek për të promovuar kulturën, letërsinë, artin në përgjithësi, ka zgjedhur për këtë aktivitet shkrimtarin Thomas Seriopulo. Është një shkrimtar produktiv, deri tani ka shkruar mbi 14 vëllime, libra, merret me poezinë, prozën, më shumë ese dhe me tregimet, po gjithashtu ka përkthyer edhe në gjuhën greke një antologji të këngës popullore shqiptare. Dhe departamenti do të filloj në vazhdim, do vazhdoj do me thënë që të promovoj kulturën dhe artin në minoritet, duke u dedikuar aktivitete shkrimtarëve të tjerë. Fillimisht zgjodhëm Thomas Seriopulon dhe në vazhdim do merremi edhe me shkrimtarë dhe me njerëz të artit në minoritetin etnik grek. Ky aktivitet është planifikuar të zhvillohet edhe në vendlindjen e shkrimtarit në Sarand e në Janin të Greqisë Fqinj. Të nderuar shikues, ishit në minutat e ditarit informativ. Ju faleminderit për vëmendjen, shikim të këndshëm të programeve në vazhdim. Bashkë miru takofshim.